punët e mira, kur njeri do thotë i punon, ajo puna e mirë do thotë i jep dritë. Dikush mund të thonë çish jep dritë apo ta. Pastaj çka thotë? Këtë dritë do thotë puna e mirë ku e jep? Në fytyrë, reflektohet do thotë në fytyrën e insanit. Ai ka bën puna vakida një herë me pa tani plak musliman. Ha? Kur ta pash apo thon fytyra do të dritë i ban. Pi shkajt i vjen e drita, i vjen pi veprave të mira, pi punëve të mira do thot ai ka bën. Ama Zoti na rujt kur ta pash do thot tani plak, i cili do thot është pa besimtar, ha? Mushrik, çafer, njeri keq. Në fytyrë kur ta pash e shef atë urrëtitjen, atë mërzijën, atë mllefin, atë hidhrimin, atë gjunohin te fytyra e tij. Do thot punët e mira reflektohen te fytyra, edhe punët e këqija, edhe ato do thot reflektohen te fytyra e insanit. Inshallah Allahu subhanahu wa taala e bën nasib që me punët e mira të cilat do thot na i punojna, ajo puna e mirë mu reflektuar në për fytyrat e tona.